që ju që më keni votuar, tani unë po largohem për mëkate, një zinxhir pa fund, hipokrizie, si ai du t'i kapur në qark. Në qark. Erdhi sot ku është? Ku e ke? Ku e ke? I dha një të fort këtij tjetrit su dhe vazhdoj mashtrimin e tij. Por në gjithë këtë histori që shifni, çfarë ka të dashur miq? Investitori vetëm në 13 vite i huaj si ta largojmë dhe atë nga Shqipëria. Po, t'u them unë ju. 13 vite nuk ka asnjë investitor të huaj në tokën shqiptare. 13 vite. Thot Europe Tender. Asnjë tender në Shqipëri nuk është fituar nga kompanitë europiane. Harroni ju, mos harroni. Një nga kompanitë më të fuqishme që do ndërtonte një resort turistik në Laz për 1,5 miliardë euro. I duhet ja nxori rumin te kura Limuthit dhe ja bëri kockat për shesh Fadit. Dhe rumi pritej në zyrën e tij. Edhe ai nga Katari ishte, në fakt, të themi të vërtetën. Asnjë investitor i huaj. Çfarë po ndodh? Cili është qëndrimi i Partisë Demokratike? Qëndrimi është ky. Ne besojmë se investimet e huaja janë një rëndësie jetike për zhvillimin e Shqipërisë. Sikundër, gjatë periudhës që qeverisëm, në Shqipëri u garantuan investimet më të mëdha në historinë e këtij vendi, vetëm në fushën energjetikë rreth 2 miliardë euro. Projekti historik i Transadriatic Pipeline, Kaskada e Devollit, Kaskada e Fanit. Përveç këtyre, nga viti 2008, viti 2013, investimet e huaja u variuan nga 1,2 në 1,4 miliard euro. Çfarë ndodh tani? Çfarë ndodh tani? Tani, unë u them prapë ju, Partia Demokratike mbështet investimin e huaj. Dhe ju po largoni të vetmin investitor të huaj që ka mbetur në Shqipëri. Majni shënim, po e largoni. Vetë thaj, ju më votuat mua, tha. E tha, ju më votuat, jam njeriu që më keni votuar. E hoqi masken. E hoqi masken. Britma për çështje pronësie. Partia Demokratike qëndron për respekt në plot, absolut të drejtës pronës. Cila ka qenë zgjidhja në një kohë kur investoheshin miliarda këtu. E thjesht, fare thjesht, po që se ke projekt të miratuar nga qeveria, me dokumenta